Ami, përshëndetje. Jemi sot te segmenti më i rëndësishëm pak për sa i përket hyrjes në Shkodër, që fillon nga harku i Bardicës te ura Baçallekut. Ky është një segment shumë i rëndësishëm sepse ndërlidh hyrjen me kryeqendrën e veriut Shkodrën, por edhe ndërlidhjen e qytetit me pjesët e të dy kufive të malit të zi. Ne jemi duke bërë një zgjerim dhe rritje kategorie në kategorinë D të kësaj rruge dhe jemi duke bërë dhe një urë paralele që krijon hapësirën për qarkullimin e trafikut nga të dyja anët. Është një aks i ngarkuar në fakt, ka trafikun e rënduar, por ndërkohë që kemi pasur një avancim të mirë të punimeve. Si jemi tani me gjithë procesin e kësaj rruge? Atëherë, ne jemi në realizim punimesh rreth 65-66% punimeve fizike. Siç e thatë dhe ju, jemi në një rrugë kategoria D, urbane, rrugë parsorë. Kemi kryer zgjerimin, punimet përfshin edhe zgjerimin e trotuarit, që është minimalisht 1.5 metra nga të dy krahat, 2 korsi kalimi nga 3.5 metra dhe bankinë të asfaltuar në krahun e majt për çdo drejtim lëvizje. Ndërkohë që këtu jemi, siç e thatë edhe ju, në një zonë urbane me goxhat dënësi edhe me godina banimi, por edhe shërbimi, kështu që punimet, le të themi, nuk kanë pasur mbase ritmin më të mirë të mundshëm, ose atë që ne do të kishim dashur si autoritet. Megjithatë ka një mobilizim të shtuar të kontraktorëve gjatë punimeve dhe dëgjesave të vazhdueshme që ka bërë edhe Bashkia Shkodër, ka lindi nevoja për shtrimin e një rrethrotullimi. Po, në fakt tu kemi një proces komplet total, sepse kemi edhe ndryshimin publik, por edhe siç e the ti, në fakt tu duke qenë se nuk jemi vetëm në hyrje të qytetit, por kemi edhe zonë të banuar, ku kapim disa lagje të hyrjes së qytetit. Patjetër kemi qenë të detyruar që të rishikojmë projektin, duke shtuar një rrethotullim të tretë afër urës së Baçallekut, që patjetër nga pikpamja e lëvizshmërisë së qarkullimit të trafikut nuk është zgjidhja më e mirë për sa i përket autoritetit rrugor shqiptar të ministrisë, por nga ana tjetër jemi detyruar të përgjigjemi dhe me kënaqësi edhe kërkesave të bashkisë dhe qytetarëve në mënyrë që të krijohet edhe aksesi i hyrjes në disa lagje të qytetit. Ndërkohë që tani me rënien edhe të nivelit të ujit, edhe punimet në urë janë duke ecur në mënyrën e duhur. Në çfarë situate jemi aty? Atëherë, projekti parashikon ndërtimin e një ure paralele me urën aktuale, e cila do të shërbejë për disiplinimin e trafikut që vjen nga Shkodra në drejtim të Tiranës. Fillimisht jemi në pilat 2 edhe 3, të cilat janë të rrethuara dhe do të vijojë puna për ngritjen e tyre, ndërkohë që në ditët në vijim do të ndodhë edhe izolimi, pasi siç kemi diskutuar dhe me supervizorin në terren, niveli urave është i kënaqshëm që mund na lejë të fillojmë punimet edhe për pilën e 7 që e quajmë në projekt. Ndërkohë që jemi në pritje ende që të bjerë ende niveli ujit për të vijuar me pilat e tjera mbështetëse. Shkëlqyer. Tani pse kemi kërkuar ne që kontraktorët të përshpejtojnë ritmin, sepse jemi në fillimin e sezonit turistik. Dhe kjo rrugë është në rrugët me aksesin më të përdorshëm, siç e thash, këtu jemi me lidhjen e kryeqendrës së veriut, por edhe me lidhjen e Shkodrës dhe Shqipërisë me dy kufit e malit zi. Dhe si e tillë kemi kërkuar nga kontraktorët që të përshpejtojnë ritmin e tyre dhe brenda datës 7 maj pjesa deri te rrethrotullimi që ka nevojë përsëri që të ecë me procesin e shpronësimit, të vijojë me shtrimin e asfaltit dhe me tapetimin e tij të plot, në mënyrë që gjatë sezonit veror ne të paktën të kemi një shfyrje trafiku. Dhe do marrim masa që bashkë edhe me policinë të ndërtojmë një plan trafiku shumë të mirë, që të kemi një situatë më të kënaqshme dhe më të mirë se vitet e shkuara për sa i përket qarkullimit të këtij trafiku. Dhe nga ana e kontraktorëve është marrë përsipër angazhimi që brenda datës 7 maj, përveç pjesës së rrethotullimit që kërkon edhe procesin e shpronësimit që do ecet, të kemi një shtrirje me asfalt të dyja segmenteve të rrugës. Saktë, ministër, këtu jemi tani në rrethotullimin e Baçallekut, ai që ju informohet më parë, erdhi si kërkesë e bashkisë dhe dëgjesave të banorëve. I vetmi problem për finalizimin e këtij rrethrotullimi është një shpronësim rreth 260 metra që do të bëhet në borën e një banori të zonës. Jemi në komunikim të vazhdueshëm as me kryetarin e bashkisë, por edhe me palët e interesuara, në mënyrë që mos pengohet
esuria dhe finalizimi i këtij rrethrodullimit të rëndësishëm që do na ndihmonte shumë në finalizimin e punimeve. Ndërkohë, një shpronësim tjetër problematik që le të themi ka ndikuar pak në esurinë e punimeve është në hyrje të urës në drejtimin Shkodër-Tiranë, e cila është një banesë që ne jemi në pritje të shpronësimit dhe të zbardhjes së vendimit të Këshillit të Ministrave, pasi gjithë procedurat e tjera janë ndjekur. Super. Okej, Ami, shkëlqyer. Ju lutem si Rame, dakord, të vijohet me pjesën e asfaltimit të rrugës, por ndërkohë, siç e tha, gjatë sezonit veror dhe fillimit sezonit veror, në bashkëpunim me drejtorinë e policisë, duhet të ndërmarrim dhe një plan masesh për menaxhimin e trafikut në mënyrë që derisa të bëjmë vetë saksimet e fundit deri në përfundim të punimeve të kontratës. Mirë, faleminderit. Faleminderit.